Kosovës që presin më formu institucionet edhe më adresu problemet e tyre që lidhen me energjinë elektrike, me çmimet e larta, me rrogat e ulta, me pensionet e ulta dhe me situatën e vështirë përgjithsisht ekonomike, dhe është në anën tjetër një emër i përveçëm Albulena Haxhiu që mbon peng institucionet e Kosovës edhe adresimin e interesave të qytetarëve të Kosovës, sepse pyetja fundamentale që bën çdo kush sot është nëse Albulena Haxhiu zgjidhet sot kryetare e kuvendit, a ka partia vetëvendosje një projekt? Si do ta ulë çmimin e energjisë elektrike, si do t'i ulë çmimet, si do të rrisë pensionet? Jo. A i ndryshon një qytetarit vetëm të Kosovës jeta nëse Albulena Haxhiu sot zgjidhet kryetare e kuvendit? Ajo nuk i ka ndrru kërkujt tjetër, as nuk i ka bo asnjë punë të mirë sa ka qenë ministri i drejtësisë, edhe tani do të ndodhet në krye të organit kryesor ligjvënës. Kështu që mendoj që jemi në një situatë ku shoqëria kosovare dhe institucionet, edhe politika e Kosovës është në një anë, dhe në anën tjetër është një emër i përveçëm që mban peng procesin e formimit të institucioneve. Kjo është një situatë komplet absurde. Ju mund të thoni që përgjegjësia është e përbashkët, por ky argument nuk qëndron, kushdo që thotë, sepse ne mund kishim thonë që se votojmë kërkon të vetëvendosjes, edhe ky do të votojmë kërkon të vetëvendosjes, edhe ky do të ishte qëndrimi i drejtë në pikpamje kushtetuese, por mendojmë që do të ishte i padrejtë dhe jo korrekt në kuptimin politik, sepse e drejta me propozuar i takon partisë fituese. Meqense i duan votat tonë, na kemi thënë do ndrohet kandidati. Në kushtetut ky koncept i qartë, thuhet kryetari i kuvendit zgjidhet. Nuk thuhet emërohet, thuhet për ministrat. Pra, kemi të bëjmë me konceptin e emërimit dhe zgjedhjes. Me pas qenë e përcaktuar që kryetari i kuvendit me automatizëm është i partisë fituese, në kushtetut ki shkruajt që shkruan për ministrat, emërohet kryetari i kuvendit nga partia fituese. Po thuhet zgjidhet, për sa kohë thuhet zgjidhet, nën kupton që do të marr votat edhe të tjerëve. Ne nuk votojmë nën diktat. Do të ishte shkelje e detyrimit që kemi marrë përballë qytetarëve të Kosovës, dhe po ashtu nuk votojmë me këtë votimin e msheft, i cili është kundër kushtetues në rand parë, por dhe dyta pyetja që duhet bëhet është pse duhet ne që jemi votuar me lista të hapura me emër dhe mbiemër të fshehim votën nga qytetarët e Kosovës. Zoti Deari po vazhdon me shkel kushtetutën e Kosovës në një mënyrë e cila është shumë e shëmtuar institucionalisht. E kishini ju në fillim mbledhjes deklaron thotë ka quorum për mbledhjen, masane e qetë votim në far komisioni kishte përzgjedhje kryetarit dhe kur s'bën vota thotë s'ka quorum. Ati një që është quorumi. Quorumi është institut juridik që tregon një mbledhje a mund të filloj apo jo. Nëse fillon mbledhja e kuvendit, votim nuk kupton që ki quorum. Si mund deklarosh s'ka quorum mas i fillon mbledhja. Quorumi u kushti me filluar një mbledhje, që është bazike. Ktu kemi të bëjmë me keq kuptim të nocioneve themelore, por nuk bëhet kjo, unë mendoj sot për i padijes, bëhet me një agjendë qartë politike që don me ambivendos vullnetin politik, rendit ligjor dhe rendit kushtetues të Kosovës. Kjo është një fatkeqësi e madhe për Kosovën. Unë shpresoj që të ketë një reflektim dhe të gjendet një zgjidhje. Po thoni që nuk e votoni Albulena Haxhiun për kryekuvendare, edhe nëse shkon kjo në pafundësi, zoti Gruda nuk do ta votoni? Jo, në asnjë skenar ne nuk votojmë nën diktat Albulena Haxhiun, sepse për arsyet që i thash. Nëse duhet vota jon, duhet të ndrohet kandidati, e nuk është përgjegjësia jonë. Nëse ne si parti të ish opozitës nënshtrohemi dhe votojmë nën diktat, unë mendoj që ky do të ishte fundi i demokracisë në Kosovë, edhe fundi i respektimit të kushtetutës dhe të ligjit. Të kushte mendoj që do t'i bëmë një shërbim të keq Kosovës duke votuar një person nën diktat për arsyet që i numërova. Faleminderit shumë. Kemi ndjekur përparim Grudën nga Partia Demokratike e Kosovës tani.